Përshëndetje të dashur miq. Sofra pranë jush sot në orën 7 dhe jemi pikërisht në Dhimo Peristeri, ku sot festohet viti i ri. Në ditën e vitit të ri, sheshet mbushen me dritë, me zëra, me hapa njerëzish që ecin të gjithë bashkë. Këtu në Peristeri, aty ku jetojnë shumë shqiptarë, festat nuk janë vetëm dekor. Janë prani, janë buzëqeshje, janë një bashkim me njëri tjetrin. Pamjet festive, shtëpi të vogla me ëmbëlsira, këngë, humor, valle, dasma karakteristike që na kujtojnë në rrënjët, lojra pafund, fëmijë që qeshin, familje që shëtisin, sa bukur. Treni lumturis kalon mes dritave, mes rrugicave të bashkisë së Peristerit, aty ku çdo gjë festohet me traditën. Në këtë atmosferë festive, unë dhe Fredi ndaluam pranë njerëzve grek dhe shqiptar për të marrë urimet e tyre për sofrën pranë jush, për Albania TV. Sepse festat nuk kanë kuptim kur nuk ndahen. Kur fjalët thuhen me zemër, pa dallim gjuhe, pa dallim kombësie, është diçka fantastike. Να πούμε χρόνια πολλά στην Albania TV. Ευχόμαστε σε όλο τον κόσμο υγεία, αγάπη και πάνω απ' όλα ηρεμία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ κι εγώ. Χρόνια πολλά για την Albania TV. Këto janë ditë që na kujtojnë se gëzimi nuk ka kufi dhe urimi më i bukur është të jemi pranë njëri tjetrit. Gëzuar Krishtlindjen e vitit e ri për Albania TV. Gjithë shqiptarëve, edhe Greqisë, gjithandej nga ndodhen, të jeni të shëndetshëm. Nga Peristeri, nga sheshi i festës, nga njerëzit dhe buzëqeshjet e tyre, ju urojmë. Χρόνια πολλά, Albania TV. Χρόνια πολλά, πάμε τα ξά. Ευχαριστούμε πολύ. Sofra pranë jush, gëzuar festat e fundvitit. Shëndet e kulturi në familjet tuaja. Gëzuar dhe për shumë vjet festat e fundvitit. Χρόνια πολλά Albania TV. Χρόνια πολλά Albania TV. Për 2025-ën, ky ishte një cikël i parë i imi. Ky nuk ishte thjesht një cikël, ishte një ndalim, një dëgjim, një përpjekje për të mbledhur njerëz dhe histori dhe për të ulur bashkë në një sofër. Gjithçka nisi nga mungesa, nga pasiguria ime, nga emocionet në intervistën time të parë me Rolandin dhe Edën. Ata më kujtuan se çdo fillim ka mangësi, por edhe guxim për të vazhduar. Motej erdhi kujtesa, ku në furrën e Ipiros me Antonin, u rikthyen shijet e kohës së vjetër. Ajo Shqipëria që nuk jeton vetëm në kujtime, por në duar, në durim, në rrënjë. Dashuria erdhi me zërin e Aishës. Dashurinë që solli për Vlorën, për detin, për mallin që nuk shtuhet në distancë. Dashurinë për artin që nuk shpjegohet. Ajo ndjehet. Presa mëtej mori zë tek Erifili, këngëtarja e komunitetit ton, një zë i cili na kujton se ëndrat vazhdojnë edhe larg vendit ton. Piktori Klogjeri na ftoi të shohim përtej asaj që duket, sepse shpreh ajo që nuk thuhet, tregon më shumë se fjalët. Koha u ndje në fjalë të shkruara, në librin e 69 të Uarda Albunesës. Na kujtoi se koha nuk kalon pa lënë gjurmë, po na formon. Dhe në fund vjen fjala falje. Në mendimet dhe në fjalët e Thanas Medit, falja është si një paqe me veten, me të shkuarën dhe me rrugën e bërë. Ky ishte cikli im i parë, jo i përsosur, por i ndjerë, jo për të dukur, po për të mbajtur mend. Në fillim të 2025-ës dhe çdo fillim që lind me shpirt vazhdon.